patëm 2 kryetar partish që veprun në mënyra diametralisht kundërta. Kryetari i Partisë Socialiste tha mos guxoni ti merrni videot. Kryetari i Partisë Demokratike tha çdo kandidat i joni është i autorizuar publikisht të kërkojë dhe do ketë mbështetje maksimale. Këtë e keni me konferencë mediatike. Partia Demokratike ka mbështetur është Aslan Dojgjani. Ju personalisht keni shkuar në një zyrë avokatike për të kërkuar. Po keni gabim se ju nuk e dini komunikimet tona. Jo, ndi shkresat që kanë në KQZ me fletë për fakte. Ti ke ardhur me një zyrë avokatike, nuk ke ardhur Partia Demokratike. Kur të pëlqen shkresat, shko ke shkresa. Kur pëlqen linja politike, shko ke linja politike. Linja politike është linja që mban kryetari i partisë dhe do doli publikisht dhe tha do mbështeten gjithë. Dy antarë të kasit të PD-s nuk votuan kundër jush doktor Natë Mbledhje. Unë kuptoj që faktet nuk të pëlqejnë, jo, më pëlqejnë po shumë faktet. fakti është që Tirana është në rinumrim. Dhe jo fal kërkesës suaj. Në momentin kur pacienti shpëton, Oke, nuk ka rëndësi kush e shtoj. Po jo, ka rëndësi absolutisht. Sepse neve atë procedurë. Doktori bëhet doktor kur i pëlqejnë faktet dhe nuk hyn te politikanë kur nuk i pëlqen. Doktori përbaj se shoh që po jep benzinë zjarrit dhe nuk po lejohem që unë të përgjigjem. Për sa kohë lejon përgjigjem, unë po e mbaj gojën mbyllur, flisni ju me qetësi. Mjekësia nuk është shkencë eksakte dhe ne këtë e dim, por në qendër të gjithë kryedyshimeve. Të lutem. Fakt është që Tirana është në rinumrim. Fakt është që ky proces... Po në qendër të dyshimeve është se vota e demokratëve, o doktor, jo vetëm demokratëve, është jetërsuar, është sepse është dhe numrimi mandatave. Jo nga kundërshtari. Është edhe i subjektit politik. Po nga vetë brenda. Ta shikojme, ta shohin institucionet të. Ekziston kjo sipas jush? Ta shohin institucionet atë. Ne i kemi kërku KQZ-s. Kush do shohë KQZ-ja? Kush do ta shohë ato që do të shohin procedurën? Për të larë, KQZ-ja do përgjigjet për votën e emigrantëve. Edhe një herë. Sidomos shqiptarëve në Greqi. Domethënë ka çdo institucion dhe çdo parti dhe çdo hierarki dhe çdo forum ka privilegjet dhe përgjegjësitë e veta. Po mirë pra mirë. Meqense numrimin e votës e organizon KQZ-ja, të parin, ata kanë dhe përgjegjësinë e parë. Neve atyre u drejtohemi, na jepni videot, na i dham videot. Dakor. Apo jo, në KQZ si drejtojmë. Tashti ne KQZ e ftum, ta ribëj mirë, atë punë që se bëri mirë herën e parë. Jo, që se bëri mirë numërës të tuaj, doktor. Jo, ne bëri KQZ, e bëri mirë numëruesit e partive. Partia Demokratia, numëruesit e partive. Kush a bëri fjesën KQZ-s? Zëja është Disa kandidatë ndryshëm, jo Partia Demokratike, juve. Por shi partinë, si apo bëri partia? Partia ju e në mbrapa. Të njëjtën, por shumë si ka parë. Tani kërkon KQZ-s që institucion. Zoti Ali Mehmeti, zoti Zhe, sa pak më përpara, që është e pafaqshme që Shqipëria krahasim me Kosovën nuk i nxjerr rezultatet kaq shpejt. Unë po i drejtohem zotit Ali Mehmeti që partia jote dhe partia ime nuk ka besim tek asgjë, sepse nuk kishte më shumë besim tek numëruesit e vet dhe nuk pranon as votimin elektronik e pranon, numërimin elektronik nuk e pranon. Sto,